Një 33 vjeçar i dënuar për plagosje të rëndë është ekstraduar nga Mbretëria e Bashkuar në Shqipëri pas disa vitesh në kërkim ndërkombëtar. Bëhet fjalë për Michael Hodgson, i cili është kapur nga autoritetet britanike në qytetin e Manchesterit dhe u dërgua natë dhe këtë të shtunë për të vuajtur dënimin. Ekstradimi u realizua pas një bashkëpunimi mes Interpolit shqiptar, policisë britanike dhe prokurorisë së përgjithshme në kuadër të marrëveshjeve të ndërsjellta për ndjekjen penale të personave të dënuar. Sipas njoftimit zyrtar të policisë së shtetit, Michael Hodgson ishte shpadur në kërkim ndërkombëtar pas vendimit të gjykatës apelit Durrës, e cila në vitin 2021 dënoi me 5 vite burgim për plagosje të rëndë me dashje dhe armbajtje pa leje. Në fillim gjykata e shkallës së parë e kishte dënuar me 17 vite burg për vrasje me paramendim, por më pas vepra u riformulua në plagosje të rëndë me dashje duke ulur ndjeshëm masën e dënimit. Ngjarja me të cilën ai u shpat fajtor ndodhi në qytetin e Gramshit, ku pas një debati për motive të dobta, Hoxha plagosi me armë zjarri në kofsh shtetasin Admir Haruni, duke i shkaktuar lëndime serioze. Incidenti ndodhi në afërsi të komisariatit të policisë së Gramshit, ndërsa autori arriti të largohej menjëherë nga vetngjarja. Hoxha, i cili ishte nipi i deputetit të PD-us, Dritan Bici, qëndroi për vite me radhë në arratje zhvendit, derisa u lokalizua dhe u arrestua nga autoritetet britanike. Policia shqiptare njofton se ekstradimi i tij u krye me sukses dhe 33 vjeçari tashmë ndodhet në institucionin e vuajtjes së dënimit për të përfunduar pjesën e mbetur të burgimit sipas vendimit të formës së prerë. Autoritetet thonë se rasti Hoxhës është një tjetër shembull i bashkëpunimit efektiv ndërkombëtar në luftën kundër krimit, veçanërisht në ndjekje të personave që përpiqen të shmangin drejtësinë duke u strehuar jashtë Shqipërisë.